Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ma ba'd. Sot inshallah do të vazhdojmë i marr ajetet që autori Allahu mëshiroft të sjell për ta pohuar se Allah subhanahu wa taala i takon përsosuria absolute. Pa që Allah subhanahu wa taala ka cilësi të përkryera. Autori Allahu mëshiroft si argument vazhdimi sjell dy ajete që janë surën Mu'minun, ajete 91 dhe 92. Po Allah thot: "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Allah subhanahu wa taala nuk ka zgjedhur për veten e tij askën për fëmijë. Dhe nuk ka krahas Allahut ose bashkë me Allahun subhanahu wa taala ndonjë të adhuruar tjetër. Idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Po sikur të ishte kështu, atëherë çdo i adhuruar do të veçohej me atë që ka krijuar. Dhe ata do të lartësoheshin mbi njëri tjetrin. Subhanallahi amma yasifun, sa ti pastër dhe i lartësuar është Allah për asaj që ata janë veshur. Alimul ghaibi wash-shahada fata'ala amma yushrikun, sot ai është që e din pa dukshmën edhe dukshmën. Dhe është i lartësuar edhe i pastër nga ata që ata ja shoshojnë adhurim. Po kjo ajet, sikur sa ajetet pararandse që i ka sjellë autori, i përfshin disa prej cilësive që i kemi quajtur cilësi negative, pra që Allah subhanahu wa taala i mohon prej vetes tij. Pra cilësi që tregojnë se Allah subhanahu wa taala është i pastër dhe i lartësuar pi gjërave që nuk i takojnë madhërisë tij. E siç janë, po me pas Allah subhanahu wa taala fëmijë. Po me zgjedh dikon për krijesave të ketë fëmijë i tij. Apo që të ketë ilah, një të adhuruar krahas Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allah subhanahu wa taala këtë po konfirmon në shumë mënyra dhe shumë forma në këtë ajet. Po për ata që vllazniqen pak më të avancuar në gjuhën arabe këtu, po e shohim që fjala ilah edhe walad kanë ardhur në trajtën e pashuar. Min waladin edhe min ilahin. Po ashtu ka ardhur edhe kjo pjesë që tregon gjinoren min waladin dhe min ilahin. Dietar thonë kur të vinë këtu, kur vjen fjalia në këtë formë, atëherë konfirmohet edhe më shumë mohimi. Po që Allahu subhanahu wa taala asesi nuk ka mundësi të ketë fëmijë apo të ketë dikush i cili meriton të adhurohet krahas tij. Këtu Allahu subhanahu wa taala po shpreh në atë mënyrë që po thotë nuk e ka zgjedh me të thënë Allahu, nuk e ka zgjedh Allahu subhanahu wa taala për veten e tij ndonjë fëmijë. Pra as Uzairin, as Mesihun, as melekët, as tjerë për krijesave. Nga se Allahu subhanahu wa taala është i vetë mjaftueshëm. Dhe për shkak se Allahu subhanahu wa taala është i përkryer në vetë mjaftueshmërinë e tij, nuk ka marrë dikon për krijesave si fëmijë tina. E kur po themi këto nuk e ka marrë, ose nuk e ka zgjedh, atëherë kjo në mënyrë më përsorë tregon që Allahu subhanahu wa taala nuk i takon madhështisë tina të jetë prind, pra që ta ketë lind dikon apo të ketë bashkëshorte e kështu me radhë. Pra Allahu subhanahu wa taala arsyeja pse nuk ka marrë Allahu dikon për krijesave ose se ka zgjedhur dikon për krijesave si fëmijë është se Allahu subhanahu wa taala është i pastër që dikush të ngjasoj apo të jetë i krahasueshëm me Allahun subhanahu wa taala. Nga se ne e dimë që është e zakonshme që fëmia të përngjasoj prindit tina. Prandaj Allahu subhanahu wa taala për shkak se është i përsosur në cilësinë e tina që është as-Samedia. Pra që Allah është as-Samed, shkon në surën Ikhlas. Edhe gjithashtu që Allahu subhanahu wa taala është i përkryer dhe i përsosur në vetë mjaftueshmërinë dhe në sundimin e tij, edhe çdo gjë është rob. I nështrohet Allahut dhe vullnetit tina, atëherë Allah subhanahu wa taala nuk lejon që të ketë dikush fëmijë i tij. Ka se që dikush të jetë fëmijë Allah subhanahu wa taala kundërshton këtë që e thamë më lart. Prandaj Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu." Allah subhanahu wa taala ata thonë që Allahu e ka zgjedhur dikon për krijesave si fëmijë i tij. Thotë subhanahu, i pastër është Allahu për kësaj. Pse? Fat huwa al-ghaniy, dhe se Allah është i vetëm mjaftueshëm. Allah subhanahu wa taala është sovran. Lahu ma fi s-samawati wa ma fi al-ard. Ati takon çdo gjë që është në qiell dhe në tokë.
Prandaj këtë ajet Allah subhanahu wa taala ju kundërpërgjigjet gjithë atyre grupeve edhe besimeve të kota që kanë besu edhe vazhdojnë besojnë që Allah subhanahu wa taala ka fëmijë, siç janë krishterët, hebrejt, idhujtarët, edhe të tjerë, gjithashtu i kundërpërgjigjet të atyre të cilët pretendojnë që Allahu subhanahu wa taala ose cilësitë e tina i përngjasojnë cilësive të krijesave. Gjithashtu në këtë ajet Allahu po thotë që wa ma kana ma'ahu min ilah. Dhe nuk ka ndonjë të adhuruar krahas Allahut. Në fjalën ilah e kemi shpjeguar edhe shumë herë gjatë dersave tona, nuk do të përkthejmë si Zot. Në gjuhën arabe fjala ilah e ka kuptimin e të adhuruarit. Pra atina që tjerë të nënshtrohen me adhurim. Andaj këto nuk do të përkthehet kjo ajet se për qëllim është që nuk ka Zot tjetër krahas Allahut. Mirë po nuk ka dikush tjetër i cili është meritor të adhurohet krahas Allahut. Po ne kemi gjëra tjera që adhurohen shumë prej njerëzve. Mirë po gjitha ata të adhuruar janë të kotë. Pra adhurimi ndaj tyre është i kotë. Prandaj edhe pse ato realisht ekzistojnë, po gjërat, njerëz, krijesat tjera që do thotë njerëz të adhurojnë krahas Allahut, mirë po për faktin që ato ose adhurimi ndaj tyre është i kotë, ato janë sikur mos të ekzistonin fare. Prandaj është e saktë dhe korrekte të thuhet që nuk ka ilah, nuk ka të adhuruar së bashku apo krahas Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu nuk ka ortak, nuk ka shok në uluhijen e tina. Për arsye se Allah është veçuar edhe është njësuar në uluhijen edhe në rububijen. Po ashtu për faktin që Allahu subhanahu wa taala është i vetëm edhe unik në cilësitë edhe atributet e tij. Prandaj nuk ka mundësi që dikush të jetë ortak apo shok me Allahun subhanahu wa taala. Edhe siç e përmend Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe më herët, do thotë kemi sqaruar këtë rregull që ka të bëjë me cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, çdo cilësi që mohohet prej Allahut subhanahu wa taala, që është cilësi negative. Realisht në mohimin e saj ne kemi pohimin e një përsosërie që i vjen kundërtën asaj cilësie që mohohet. Nga se si është mohimi një cilësie nuk tregon ndonjë lavdrim ose madhërim për Allahun subhanahu wa taala. Do thonë Allah nuk e ka këto, nuk e ka këto, nuk e ka këto, pa qenë, do thotë qëllimi atij mohimi me pohu të kundërtën asaj që është përsosëria. Prandaj kur po mohohet prej Allahut subhanahu wa taala, që ai nuk ka fëmijë, dhe gjithashtu nuk ka ilah, pra që nuk ka të adhuruar krahas tij, atëherë pohohet e kundërta e kësaj. Pra që Allahu subhanahu wa taala është i përkryer në cilësitë e tij. Pra nuk i takon edhe nuk i shkon madhërisë tina të ketë fëmijë. Po ashtu Allah subhanahu wa taala është i vetmi që meriton adhurimin. Prandaj për shkak të njëshmërisë tina nuk i takon tjerëve që të adhurojnë ose të bëjnë ibadet dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu po vazhdon me sqarim, edhe po thotë idhen, sikur të ishte ashtu ose përndryshe, pra sikur të kishte të adhuruar tjerë krahas Allahut subhanahu wa taala, që meritojnë për adhurimin, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Atë çdo i adhuruar do të veçohej dhe të ta merrte atë që ka kriju. Wa ala ba'dhum ala ba'd, edhe ata pastaj do të mundoheshin të ngriteshin mbi njëri tjetrin. Po sikur të kishte një të adhuruar tjetër i cili është i barabartë me Allahun subhanahu wa taala, i krahasueshëm me Allahun subhanahu wa taala, atë ky i adhuruar do ta kishte një sundim të veçantë, një mbretëri të veçantë. Edhe Allah subhanahu wa taala do thotë një pjesë të universit do ta sondonte ky adhuruar. Ashtu që Allah subhanahu wa taala, po sikur të ishte vërtet ajo që thonë njerëz që adhurojnë tjetër krahas Allahut, atëherë Allah do ta kishte një pjesë të universit që të veçantë cilën e sondon edhe mbretëron. Sikur të ishte ashtu atëherë secili do të veçojë, do ta marrte pjesën që i takon. Do thotë se kjo është krijimi jam, edhe mund të takon. Pra Allah subhanahu wa taala në këtë ajet, po na sqaron se ai që realisht e meriton të adhurohet është ai i cili krijon. Prandaj përderisa të tjerë këtë janë krijesa të Allahut subhanahu wa taala, ata nuk e meritojnë adhurimin. Adhurimin e meriton vetëm krijuesi. Po sikur të kishte të tjerë krahas Allahut subhanahu wa taala që adhurohen, atëherë patjetër secili prej tyre do të veçohej me krijim, po do të kishte mundësi të krijimit. Do të vepronte. Po do të kishte vepra me cilat veçohet prej tjerëve, prej tyre është krijimi.
Në anën tjetër, sikur të kishte të adhuruar tjera, atëherë ato nuk do të ishte e mundur që të bashkëpunonin me njëri tjetrin sa i përket krijimit. Pra është e domosdoshme se kjo gjë, do thotë, dikush mund ta hamësoj apo ta paraftyroj me mendjen e tij që të ketë mos pajtime mes këtyre dy apo më shumë që adhurohen prej njerëzve. Që është ta nuk ka mundësi që ata të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, nuk do të ishte e paramendueshme që ata të bashkëpunojnë me njëri tjetrin sa i përket krijimit. Nga se sikur të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, atëherë tregon se ata nuk janë të aftë për me kriju. Edhe kjo tregon që ata janë të paaftë për krijim dhe nuk e meritojnë të jenë të adhuruar për njerëzve. Për këtë arsye, çdo një prej tyre do të veçohej me krijimin cilën e ka kriju, ose pjesën cilën e ka kriju, pjesën e këtij universi, edhe do ta pengonte tjetrin që ta sondoj atë pjesë, që ta marr atë pjesë për. Prandaj, përderisa është kështu, atëherë Allah subhanahu wa taala wala ala ba'dhum ala ba'd. Edhe pastaj do të tentonin që ata të bisundonin ose të triumfonin ndaj njëri tjetrit, ta mundnin njëri tjetrin. Kjo është e zakonshme të mbretërit e kësaj bote, dhe kështu do të ishte sikur të ekzistonin edhe krijues tjerë krahas Allahut subhanahu wa taala. Pra secili prej tyre do të mundohej që të mbizotronte tjetrin. E përderisa do thotë ata mundohen me mbizotur tjetrin, atëherë këtu i kemi dy raste. Ose ata nuk kanë mundësi edhe aftësi, por shkak se secili prej tyre është krijues, secili prej tyre është i krahasueshëm apo i barabartë me tjetrin në forcë, në fuqi. Po nuk do të kishin mundësi që me mund tjetrin, ose secili prej tyre është i fuqishëm sikurse tjetri. Po nuk do të kishte mundësi ose mënyrë se si me arrit me triumfun ndaj tjetrit. Atëherë këto i bie që secili prej tyre nuk e meriton të jetë ilah i adhuruar, nga se janë të paaftë. Pa ai cili meriton të adhurohet për njerëzve është ai cili ka aftësinë e krijimit edhe është bizotrues, po është triumfues dhe ngallën mbi gjithë të tjerët. E përderisa ata po nuk ka mundësi, po kjo është njëra prej formave që do thotë po përmend Allah subhanahu wa taala, nuk kanë mundësi pra me triumfun ndaj njëri tjetrit, atëherë njëri prej tyre do të gallënte. Njëri prej tyre do të ishte më i fortë se sa të tjerët. Njëri prej tyre do të mund të tjerët, atëherë kjo i bie që vetëm ai e meriton të adhurohet, nga se këto tjerë do të ishin nën sundimin apo nën drejtimin edhe vullnetin e tij. Prandaj prap bie që i vetmi që i meriton të adhurohet është Allahu subhanahu wa taala. Prandaj e gjithë kjo çështje e cilën po e përmend Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet po na tregon se ky univers ose ky kozmos do ta ketë patjetër vetëm një Zot i cili meriton të adhurohet. Po nuk ka mundësi të ketë dy të adhuruar. Nga se nëse janë dy ose më shumë të adhuruar, atëherë do të arrijnë në njërin prej këtyre dy përfundimeve që po e përmend Allahu subhanahu wa taala. Ose secili do të veçohej me krijimin edhe sundimin e tij, ose pastaj do ndodhte, do thotë luftë mes tyre, ata do të mundoheshin ose do të tentonin që me sundu njëri tjetrin. Po ashtu ne jemi vetë dëshmitar kur vërtetojmë këtë univers, pavarësisht do thotë është puna për do thotë pjesën e lartë atje të universit, po planetet, yjet e kështu me radhë, apo këtë pjesën e poshtme ku ne jetojmë në tokë, e shohim që ky univers do thotë lëviz dhe tregon se është një drejtues i këtij universi. Sikur mos ishte një drejtues, atëherë patjetër do të kishte konfrontim. Patjetër do të kishte, do thotë ndarje mes të universive. Pra secila pjesë e universit do të funksiononte pavarësisht prej tjetrës. Nga se secili prej dy apo më shumë zotave ose të adhuruarve të tjerë, se kur të kishte pra të tjerë, do të ushtronte vullnetin e tij. Për shembull, njëri prej tyre do thonë unë dëshiroj që dielli me lind prej perëndimit. Tjetër thotë jo, unë dëshiroj që dielli me lind prej lindjes, sa çysh është realisht çysh. Pra është e pamundur kur ke dy krijues ose më shumë që dëshira dhe vullneti i tyre të jetë i njëjtë. Po patjetër ka më pas divergjenca, ka më pas mospajtime sa i përket ushtrimit të vullnetit. Edhe nëse ndodh ndonjëherë me pas
Por këto janë supozime. Nëse ndodh që me kanë, do thotë dëshirat e tyre ose vullneti i tyre të jetë i njëjtë, kjo nuk do zgjatet për një kohë të gjatë. Prandaj, sidomos kur këtu jemi duke folur për një pozitë që ka të bëjë me ushtrimin e pushtetit, po secili mundohet me imponu vullnetin, me imponu dëshirën e tij. Prandaj Allah subhanahu wa taala në një ajet tjetër thotë: "Law kana fihi ma alihatun illa Allahu la fasadata." Sikur të kesh pas në qiell dhe në tokë, po këtë univers, të adhuruar të tjerë, pa që meritojnë adhurimin, por që Allah subhanahu wa taala atëherë do të shkatërrojë këtë univers. Do shkatërrojë, po nuk ka mundësi të funksionojë në këtë mënyrë, në këtë rregull kaq të përkryer. Prandaj ne, çush tham, ne jemi dëshmitarë dhe e dim, pra është e mirë njohur për secilin prej nesh që dielli lind, ose po e marrim shembull si diellin, se një pjesë e këtij universi, do thotë në mënyrë precize. Për çdo ditë nuk ka mundësi që të lind më vonë apo të vonohet apo të lind më herët e kështu me radhë. Sikur të kesh pas, do thonë zot të tjerë që meritojnë adhurimin, por të adhuruar të tjerë, atëherë do ndodhte ndonjëherë që ndonjë prej ditëve dielli do të vonohet, do të lindte në kohën e tij të caktuar. Apo ndonjë ditë tjetër do të lindte më herët. Nga se do në vullneti i tjetërit, Zoti tjetër do ta kërkonte këta. Mirë, po përdej po e shohim që ky univers është në këtë sistem edhe harmoni kaq të përkryer, kaq të përpikt. Po për shohim që nuk ka kur nuk ka mundësi që të ketë ndarje apo thonë gjithë universi funksionon si një trup i vetëm. Do thotë me përpikmëri të plot, kjo tregon që do thotë ai i cili e drejton këtë univers është Allahu, pra është një, ai është Allahu subhanahu wa taala. Qysh thotë Allahu ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut. Nuk ka mundësi që në këtë krijim të Allah subhanahu wa taala, këtë univers me pas ndonjë çarje ose ndonjë defekt e kështu me radhë. Pa Allah subhanahu wa taala po sjell këtë argument për më tregu që është e pamundur të ketë zota të tjerë që meritojnë të adhurohen krahas Allahut subhanahu wa taala. Qase sikur dikush ta paramendon të këto, ose sikur dikush ta beson të këtë që vazhdojnë njerëz ta besojnë, atëherë Allahu subhanahu wa taala po tregon se do ndodhte njëra prej këtyre dyjave. Ose secili prej këtyre të adhuruarve do ndajë me atë që e ka krijuar edhe që e posedon edhe e mbretëron, edhe zotron, ose do thotë do të fillonin që ata të mundoheshin të sundonin ose të bizotronin ndaj njëri tjetrit, e pastaj këto ose do të kallëzonin pa aftësinë e tyre, do të shfaqin pa aftësinë e tyre, asnjëri nuk ka mundësi me të hyrë në fund ndaj tjetrit, ose do thotë përderisa nuk kanë mundësi me të hyrë në fund ndaj tjetrit, kjo tregon që nuk e meritojnë uluhien, pra nuk e meritojnë të jenë të adhuruar për njerëzve, ose njëri prej tyre do të triumfonte mbi të tjerët. E kjo tregon që prapa ai është i vetmi i cili meriton të adhurohet, pa i vetmi i cili është sunduesi i tjerë. Nëse dikush mundet me pyet Frojlin pyetja në mendjen e tij thotë, po ekziston mundësia që ata mu pajtu mes tyre. Mu pajtu mes tyre që secili me drejtu, me sundu atë pjesë që e ka krijuar. Përgjigjja për këto është se sikur të ishte kjo e mundur, ose sikur ndodhte kjo, atëherë nuk do ta shihim këtë përpikmëri ose këtë harmoni në këtë univers. Por këtë rregull që është vendosur këtë univers do të prishë. Përse secili do ta marrë pjesën e tij. Gjithashtu në anën tjetër, prapë themi, sikur të ishte e mundur që ata të pajtoheshin mes tyre. Atë kjo tregon se pajtimi arrihet për arsye se ata i druhen njëri tjetrit. Po i druhen, kanë frikë për fuqisë tjetrit. Atëherë përderisa ata kanë frikë, njëri prej tyre ka frikë për tjetrin, kjo tregon se ai nuk e meriton të jetë zot. Nuk e meriton të jetë, do thotë i adhuruar, se po ka frikë dikon që është i ngjashëm me të. Prandaj Allahu subhanahu wa taala pasi që po e pohon edhe po miraton që është e kotë të besohet që është ndonjë ortak apo shok me Allahun subhanahu wa taala, po dikush që meriton të adhurohet krahas tij, po e vazhdon ajetin po thotë subhanallahi amma yasifun. Pra i pastër i lartësuar është Allahu për asaj që ata janë veshur. Pra Allah subhanahu wa taala është i pastër për çdo gjë që do thotë mohusit, i dhejtarët, ja veshën Allahu subhanahu wa taala për tmeta dhe mangësive që nuk i takojnë ose nuk i shojnë madhërisë të Allahut subhanahu wa taala. Edhe Ibn Qayyim Allahu më shëroft kur flet në këtë temë, thotë mos e rreth këtij ajeti,
thot ta'ammal hadha al-burhan al-bahir bi hadha al-lafz al-wajiz al-bayyin, thot mediton ose përsjat mbi kët fakt ose provë kaq të fuqishme që Allah subhanahu wa taala po e sjell në kët ajet me fjalë shumë shkurtë, përmbledhse, po që janë shumë të qarta. Thot fa innal ilaha al-haqq la budda an yakuna khaliqan fa'ilan yusilu ila 'abidihi an-naf'a wa yadfa'u anhum ad-darr. Ka sa thot i adhuruari i vërtet. Patjetër duhet të jetë krijues. Pa ai që meriton të adhurohet patjetër duhet të jetë krijues. Pa që krijon edhe vepron. Edhe që thot robërve të vetë edhe adhuruesve të vetë ju dërgon të mira, ju dhuron pi të mira tina, do thot ju jep dobi, por edhe ja u largon të këqijat, ja u largon dëmet. Falau kana ma'ahu ilahun akhar, la kana lahu khalqun wa fi'l. Andaj thot sikur të kishte krahas Allah subhanahu wa taala ndonjë të adhuruar tjetër, atëherë aty edhe ai do të kishte mundësi të krijonte. Edhe ai do të kishte mundësi të vepronte ashtu siç krijon edhe vepron Allah subhanahu wa taala. Wa hina idhin fala yarda sharikat al-ilah al-akhar ma'hu. Thot atëherë ky i cili i takon ose do të kishte mundësi me kriju nuk do të ishte i kënaqur që një i adhuruar tjetër të marr pjesë bashkë me të jetë bashkëpjesëmarrës në atë pjesën e cilën e sundon. Nuk e pranon këtë. Nuk e pranon këtë gjë. Bal in qadara ala qahrihi wa tafarrudi bil uluhiyyati dunahu fa'al. Prandaj thot se kur ai të kishte në mundësinë e tina që i vetmi ta sundonte, ta zotronte këtë pjesë, edhe do thot ata cilët janë në studimin e tij, ta adhuronin ato, ai do të vepronte këtë mënyrë. Do ta vepronte këtë gjë. Wa in lam yaqdir ala dhalika infarada bi khalqihi wa dhahaba bihi kama yanfaridu muluku ad-dunya ba'dhum an ba'd bi mamalikihim. Thot nëse nuk është në mundësinë e tij, në aftësinë e tij, në zotësinë e tij kjo gjë, atëherë secili do ta marrë atë pjesë që e ka kriju. Ashtu siç e shohim thotë që mbretërit e kësaj bote ose sunduesit e kësaj bote veçohen me atë pjesën cilën është në zotrimin e sundimit të tyre. Idha lam yaqdiru al-munfaridu ala qahri al-akhar wal-'uluwi alayhi fala budda min ahadi umuri thalath. Prandaj thotë kur nuk ka mundësi njëri prej tyre me sundu ose me zotrum mbi tjetrin, me qenë më i lartë se sa tjetri, atëherë thotë patjetër kena marrë në përfundim në njërin prej këtyre tre gjërave. Imma an yadhhaba kullu ilahin bi khalqihi wa sultanihi. Ose çdo i adhuruar, çdo zot do ta merrte atë pjesë që i takon, që veçohet me to që e ka kriju, edhe që do thotë është në pushtetin e tij. E para, wa imma an ya'lu ba'dhum ala ba'd. Ose thotë ata do të mundoheshin të lartësohen mbi njëri tjetrin, ta mbizotrojnë njëri tjetrin. Wa imma an yakunu kulluhum tahta qahri ilahin wahid. Yatasarrafu bihim wa la yatasarrafuna fi. Ose thotë gjithë ata do të ishin nën zotrimin ose nën pushtetin e njërit, i cili pastaj vepron mesin e tyre sipas dëshirës edhe vullnetit të tij. Edhe ata nuk kanë mundësi, do thotë me kundërshtu vullnetin e tij. Prandaj thotë fayakunu wahdahu huwa al-ilahu al-haq wa hum al-'abidu al-marbubun al-makhurun. Ata thotë këtë rast themi që ai është i vetmi i adhuruari i cili meriton hak, pra që meriton adhurimin, e gjithë tjerë do të ishin robër të tij, pra që janë nën zotrimin e tij edhe nën pushtetin e tij. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره. Prandaj thotë edhe ajo që e përmenëm në më lart, që fakti që këtë kjo univers, pra ajo që është lart dhe kjo që poshtë që shohim, pra këtë do thotë ecë edhe lëviz sipas një rregulli. Po këtë është ndërlidhur me njërin tjetër, është në harmoni të plotë me njërin tjetër. Po shkon sipas një sistemi, një rregull të përkryer. Nuk ka mundësi, po thotë për asnjë moment që të çrregullohet. E shohim pra që për asnjë çast nuk ka mundësi që të prishet kjo rregull. Atëherë këtë tregon thotë se ai i cili drejton këtë univers është një ilah, një adhuruar që nuk ka të adhuruar krahas tij. Kama dalla dalilu tamanu'i
ala anna khaliqahu wahidun la rabba ghayruhu fa dhalika taman'un fi al-fi'li wal-ijad. Gjithashtu thot ne kemi edhe argumentin ose provën tjetër logjike, që disa e shohin tamanu, po që është e tregon se është e pamundur të ketë dy krijues ose të ketë dy zota. Po vetëm një Zot është ai i cili ka kriju këtë univers dhe i cili e drejton atë. Thotë që kjo provë ose që kjo argument tregon se Allahu subhanahu wa taala ose krijuesi është një, po i cili është i vetmi i cili ka shpikë dhe ka kriju këtë univers dhe i vetmi i cili vepron në këtë univers. Po kjo është argumenti logjik. Argumentin në cilin po e përmend Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet është thotë wa hadha tamanu'un fil ghayati wal uluhiyya, është argumenti i cili na tregon se i vetmi i cili ne duhet ta synojmë dhe ta adhurojmë është Allahu i cili është një. Fakama yastahilu an yakuna lil kawni rabbani khaliqani mutakafi'ani kadhalika yastahilu an yakuna lahu ilahani ma'budani. Fat prandaj ashtu qysh është e pamundur, e pakafshme. Përmendjen e njeriu, po logjikën e shëndosh se kjo univers i ketë dy zota, dy krijues, të cilët janë barabartë ose të krahasueshëm, po ashtu thotë është e pamundur dhe pakafshme të besohet që do thotë njerëz të kenë dy të adhuruar, cilëve ju nënshtrohen apo edhe më shumë të adhuruar cilëve ju nënshtrohen me ibadetin e tyre. Prandaj këta do ta kuptojnë ashtu që është shpjeguar drejt tash, po duhet ta kuptojmë drejt. Këtë ajet Allah subhanahu wa taala ka sjell për me pohu edhe me vërtetu tauhidin uluhia, tauhidin e adhurimit. Po që vetëm Allah subhanahu wa taala është meritor në adhurim, vetëm do ta njësojmë ato me adhurim. Po nuk do të kuptohet që ky ajet ka ardhur për me pohu tauhidin rububia. Qysh e kanë kuptuar disa prej historive të ilmul kalamit, të shkencës së kelamit. Andaj qysh e pam për fjalës të Ibn Qayyimit, po ashtu këto fjalë ka thonë edhe hoxha i tij, Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft. Nuk është qëllimi i këtij ajeti me na tregon neve që do thotë ky univers nuk do të ketë dy zota. Qase kjo ka qenë shumë e njohur për idhujtarët e asaj kohe. Idhujtarët e asaj kohe, pra kohës idhujtarët e kësajt është dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kanë ditë shumë mirë, edhe nuk kanë pas kurrë dyshimi që është vetëm një krijues, është vetëm një Zot. Prandaj ky ajet nuk është argument për ata që e mendojnë ose e shkruajnë në librat e tyre historitë e kelamit ose shkencës të kelamit. Që thonë se është, pra ata e quajnë delilu tamanu, argumenti ose prova, dëshmia që tregon se është e pamundur të jenë dy krijues. Po, shërsan kjo është vetëm pohim ose provë për cilën dëshmon logjika shëndosh. Mirë, po ajeti si ajet, qëllimi pse Allahu subhanahu wa taala ka sjell është për me treguar se Allahu, përderisa është krijuesi vetëm, po ashtu është edhe i adhuruari vetëm. Nuk ka të adhuruar tjerë që e meritojnë adhurimin krahas Allahut. Prandaj edhe ajeti po vjen me fjalën ilah. Wattakhadallahu min ilah. Nuk ka Allah subhanahu wa taala të adhuruar krahas tij. Nuk wa ma kana ma'ahu min ilah. Nuk ka. Nuk po thot nuk ka krahas Allahut Rabb, Zot apo Khalik. Po përmend fjalën ilah për më tregu se qëllimi i ajetit është se nuk ka të adhuruar krahas Allahut. Sikur të kesh tjerë që meritojnë adhurimin krahas Allahut, atëherë i gjithë ky univers do të shkatërrohej ose gjithë ky rregull që është vendosur këtu do të prishej. Edhe pse ky argument që kemi përmendur edhe më herët, po tauhidi uluhia kërkon më dhe mos edhe tauhidin rububia. Po nëse ne besojmë që Allah është i vetmi i cili meriton adhurimin, atë të patjetër që ne arrim përfundim që ai është krijuesi i vetëm. Edhe kjo ajet flet ngjajshëm. Po përderisa nuk ka tjerë që meritojnë të adhurimin krahas Allahut, që meritojnë adhurimin krahas Allahut subhanahu wa taala, nga se sikur të ishte ashtu do të shambej ose do të prishej ky univers, po ashtu themi që nga ky aspekt ose kjo ajet kërkon gjithashtu më do mos vjen provën tjetër që është e pamundur të ketë një Zot tjetër krahas Allahut apo një krijues tjetër krahas Allahut. Pastaj Allah vazhdon ajetin tjetër thotë alimul ghaibi wash-shahada. Ky i cili meriton adhurimin i vetmi është alimul ghaibi wash-shahada. Ai që e din dukshmën, ai që e din të padukshmën ghaibin
edhe ai që e din dukshëm, shahada. Pra ghaib është ajo që njerëzit nuk e shohin, ose është e padukshme për ta. Kurse shahada është ajo që njerëzit e shohin. E ghaibi është dy lloje. Ai që i dallon këto dy lloje të ghaibit arrin me zgjidh shumë probleme ose shumë paqartësi. E para është ghaib mutlak. Ghaib absolut. Po cilën e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. E kjo është për shembull me ditë se çfarë ka më ndodhur tarë. Ta askush tjetër për është Allah subhanahu wa taala nuk e din. Ghaib mutlak, do të pa kufizuar absolut, kjo i takon vetëm Allah subhanahu wa taala. Mirë po kemi ghaib muqayyad, relativ ose i kufizuar. Po Allah subhanahu wa taala për to që është absolut thot fela yudhiru ala ghaibi ahad. Allah askuj nuk jam mundson me ditë që të ghaibin, që është absolut. Po kjo është një ghaib që asnjë prej krijesave nuk e din. E që është se çfarë do të thonë tarën. Mirë po a ka ndonjë gjë që disa krijesa e din, disa krijesa nuk e din? Kjo është e mundur. Për shembull, disa prej krijesave, pavarësisht ajo prej gjendeve, apo për njerëzve ka mundësi mi ditë disa gjëra që janë duke ndodhur në anën tjetër të globit për shembull. Mirë po për neve ajo është ghaib, nga se na nuk e shohim ose nuk jemi duke dëgjuar ose jemi duke e pa. Po për disa krijesa është e fshat, për disa krijesa nuk është e fshat. Prandaj do thonë disa prej falltorëve luajnë me këtë kartë dhe i mashtrojnë njerëzit. Për shembull, ai pashtysh e din bashkëpunon me shejtan me xhin, edhe ata i tregojnë se ç'është duke ndodhur, për shembull, në një anë tjetër të botës. Ose për shembull i tregon personit që shkon te ai se ç'është duke ndodhur në shtëpinë e tij. Edhe ai çuditë thotë që kjo po e din, të fshahtën, po e din ghaibin. Kështu që edhe ato që po mi tregon për tallën do të më qenë të vërteta. Ama kjo është ghaib, është i kufizuar, nuk është ghaib absolut. Ç'është për qëllim i kufizuar ose relativ? Ka se disa krijesa e din, disa nuk e din. E shejtanët e shohin atë që ne nuk e shohim, ose kanë disa aftësi që nuk i kemi. Për shembull, bartja e informata i bën më shpejt se sa njerëz. Ose vetë lëvizja e tyre është shumë më shpejt se sa njerëz. Prandaj ka mundësi që me një shpejtësi shumë të madhe me pas se ç'është duke ndodhur në atë pjesën tjetër, edhe marrë me njoftu këtë fallxhorin, edhe ky pastaj vazhdon edhe i mashtron njerëz edhe i besojnë që është vërtet, po di ka të ardhmen edhe i besojnë edhe çfarë do ndodh, po i njofton se çfarë do ndodh në të ardhmen. Do thonë nëse ne arrijmë mi dallu se na bëhet të shoh këto dy lloje të ghaibit, atëherë gjithashtu do të më sqarojë të tjerëve, do thotë sqarohen ose na bën qarta shumë prej gjërave që njerëz do thotë nuk i dinë apo janë pa qarta për ta. Këto do thotë këtë lloj ose këtë ndarje të ghaibit e ka bërë Sheikhul Islami Ibn Taymija, Allahu mëshiroft. Ne vetëm i përkthim fjalët e tij. Pastaj Allah po përmendon këtë ajet thotë fata'ala Allahu amma yushrikun. I lartësuar Allah është Allah subhanahu wa taala mbi çdo gjë që ata ja shoshojnë në adhurim, që i bëjnë shirk dhe ja shoshojnë në adhurim Allahu subhanahu wa taala. Pra ato idhujt, pejgamberët apo melekët që tjerët i kanë adhuruar krahas Allah subhanahu wa taala, Allah është i lartësuar dhe i pastër prej tyre. Po është nga se Allahu subhanahu wa taala po i lexoj fjalët e Sheikhul Islamit, Allah subhanahu wa taala ka tre lloje të lartësisë. Pra spari themi që Allah subhanahu wa taala i takon lartësimi absolut, i përkryer nga gjitha aspektet. Po e para është uluul qahr, lartësimi i mbizotrimit. Pra Allah subhanahu wa taala është lartësuar mbi çdo gjë, nga se çdo gjë është nën pushtetin e tij. Allah subhanahu wa taala është më i lartë. Pra Allah subhanahu wa taala ka fuqinë që më vepru ashtu siç dëshiron ai, edhe me sipas vullnetit të tij me te krijesat e tij. Po është i lartë në kuptimin që është mbizotruesi. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala ka ulul qadr. Po do thotë lartësimin e pozitës. Po kuptimi i kësaj është se asgjë edhe askush nuk i përngjason Allahu subhanahu wa taala. Po nuk ka të krahasueshëm dikush ose diçka me Allahun subhanahu wa taala. Qysh e themi edhe ne në duan e hyrjes namazit, wa ta'ala jadduka. I lartësuar është ose të lartësuar janë cilësitë edhe atributet tua, pra jadduka është për qëllim pozita, ton lartësia e Allahut subhanahu wa taala është pozita e Allahut subhanahu wa taala është e lartë, pra është i përkryer në cilësitë dhe atributet e tina.
Po ashtu, do thotë e dim që edhe Allah subhanahu wa taala është i lartësuar me qendjen e tina. Po Allah subhanahu wa taala është me qendjen e tij mbi gjitha krijesat, por mbi arshin e tina. Por mbi arshin e tina. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në këto ajete kur po e pohon që është i lartësuar mbi çdo gjë që ata ja shoqërojnë, i përfshin këto tri lloje të lartësimit. Pra që Allahu subhanahu wa taala në pushtetin e tij ose në studimin e tij janë të gjitha krijesat. Prandaj kjo tregon se Allahu subhanahu wa taala është i vetmi Zot, i vetmi krijues, po këtë krijimi ose këtë krijesat janë në sundimin e tij. Prandaj çështja përderisa Allah subhanahu wa taala është ai i cili ka këtë pushtet, Allah subhanahu wa taala është ai i cili e ka këtë forcë dhe këtë fuqi kaq të madhe, atë kjo tregon më do mos kërkon që Allah subhanahu wa taala të jetë i përkryer, të jetë i përsotur, të jetë absolut. Përderisa Allah subhanahu wa taala është i përsotur absolut, atëra është i lartësuar që të ketë dikush të jetë si shembull apo i krahasuar me Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi që dikush të jetë i krahasuar. Prandaj e dim që prej emrave të Allahut është El Ali ose El Ala. Po më i lartë, më i lartësuar është Allahu subhanahu wa taala. Përderisa Allah subhanahu wa taala është më i lartë, atëherë çështja kjo tregon që gjitha cilësitë dhe atributet e Allahut subhanahu wa taala janë të përkryera dhe Allah subhanahu wa taala është i pastër prej përngjasimit apo krahasimit shëmbullimit me krijesat e tij, nga se cilësitë e krijesave gjitha janë cilësi të mangësisë. Prandaj nuk ka mundësi që do thotë të ketë përngjasim ose krahasim mes krijuesit edhe krijesës. Edhe këto ishin fjalët e Sheikhul Islamit Ibn Taymiyah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj autori sjell edhe një ajet në këtë temë, ku Allah subhanahu wa taala thotë fala tadribu lillahi al-amthal inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mos sillni shembuj për Allahun. Po mos sillni shembuj. E krahasu Allahun me tjerë, nga se thotë Allahu e din, e ju nuk e dini. Mirë, po për këto inshallah dhe ajete tjera që i sjell autori do të vazhdojmë të shpjegojmë në dersat e ardhshme. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.